të gjithë demokratët qanë. Sot që jemi në të njëjtën situatë, që Partia Demokratike humbi zgjedhjet, i vetmi njeri që qanë dhe që qahet për këtë që ndodhi, është Zoti Basha, kryetari që shqetësohet për fatin e tij. Ka dy njerëz në këtë histori që ndodhen në dy skajet e një drejtëse. I lumtur Zoti Rama, i cili mori një fitore për masën e të cilës nuk po e diskuton askush, dhe futi sherrin as kush nuk po kujtohet, as i e bëri, as çfarë bëri, as me çfarë fushate e mori, as çfarë skenash e prapa skenash kishte. 42% qytetarisht në 2001. Por qëndron. 42% po ka qenë sistem tjetër ka qenë Nuk ka marrë 34. Shikoj, shikoj ti vërtetojnë 70. 7 i kemi marrë ne. Si 7 i ka marrë. Pa dorë. Atëherë. Po them. Rama që ka shikon zhvendosjen e komplet të vëmendjes së publikut në diskutimin, jo ke fakti që tashmë po ndryshon fati i gjithë Shqipërisë, po merret me fatin e një individi dhe sa i do të ndikojë në fatin e një partie që gjithashtu ka qenë përcaktuese në fatin e vendit. Nga ana tjetër e segmentit e drejtësisë, më saktë, shumë larg, i dëshpëruar i madh në këtë histori është doktor Berisha, i cili vazhdon të qaj momentin kur ai bëri zgjedhjen e gabuar në 2013 për arsyet e tij, po bëri zgjedhjen e gabuar. Një zgjedhje e gabuar të cilën ai e mbrojti me fanatizëm në 4 vjet opozit. Këtë se di. Dhe lejoi opozitarizmin e Zotit Basha, një lloj si që ishte një lloj si një karrocë ndërmjet. Vetëm Berishën mos e fut ta diskutojë këtu se nuk e fut të diskutojë. Edhe ska folë, besoj Berisha do flas ose ndar për kontrast. Ta thash vetëm për kontrast. Tani ç'duhet bëj Basha? Pyetja është. Basha po paguan faturën e opozitarizmit të tij në 4 vjet. Një sekond, të jap edhe unë 2 argumente për të arritur tek ajo. Ai u soll në 4 vjet si një karrocë ndërmjet dy kuajve, që mendonte se ose do të shkonte ke njëri ose ke tjetri. Me Ramën s'ka menduar ose ke njëri ose ke tjetri, një histori e nisur që prej 3 vjetësh Fevzi dhe ti e dikte gjë. Për të arritur në 2 momente kyç. Në momentin e hyrjes në çadër, kur kuotat e Partisë Demokratike ishin më të ulta se kur, ai arriti të shpik një aksion opozitar, e ngriti opozitën, e rifuti në lojë, e bëri një aktor, e dëshmoi dhe atë si një pjesë të tryezës. Humbi Lorenz, tani si duhet sillet? Humbi. Tani duhet të ketë dinjitetin të pranoj humbjen, të pranoj siç do të pranonte të gjithë për masën e fitores, ashtu siç e pronësoi para se të ndodhte. Qoftë listën, qoftë fushatën, qoftë fitoren e mundshme, tha. Kjo është betejë ime dhe do ta fitoj unë. Të njëjtën gjë duhet të bëj edhe me humbjen. Duhet të administroj humbjen. Madje unë shkoj diku më tej. Dhe ministrat në urgjentisht, Partia Demokratike se s'ka kuptim. S'ka kuptim. Gaboj, sepse hëngri një karrem pushteti për të hyrë. Ata s'kan as mandat firmosin gjë. Më fal. Ky është vetëm qeveri flok ku ministrat s'kan mandat firmosin. Hëngri një karrem pushteti për 4 javë për të hyrë në një spirale opozite që nuk dihet se ku mbaron. Është ajo thënia e vjetër e filmit socrealizmit, ha diku një lugë çorb të prishur.